Horoskopi 24 tetor 2025, Dashi, sot, Dashi mund të ndjejë një përplasje të vogël mes ndjenjave dhe logjikës. Dielli dhe Plutoni sjellin pak tension, ndaj kujdes mos së tepër duke analizuar çdo gjë. Mos merr vendime me nxitim, sidomos nëse ndihesh i frikësuar apo fajtor. Më mirë prit dhe mendoje me qetësi. Disa ndjesi të vjetra ose shqetësime të brendshme mund të dalin në sipërfaqe, por kjo është një mundësi e mirë për të përballur me to dhe për t'u çliruar. Mos u përqendro te ajo që mungon në jetën tënde, por te ajo që ke dhe të bën të ndihesh i vlefshëm. Në anën tjetër, një ndikim shumë pozitiv nga Mërkuri dhe Jupiteri sjell frymëzim dhe energji të mirë. Mund të kesh një bisedë të bukur me dikë që të kupton ose të jap një ide të vlefshme. Sot është një ditë e mirë për të mësuar diçka të re, për të lexuar ose për të ndarë mendime që të frymëzojnë. Këshilla e ditës: mos u mbyll me ndjenja negative. Fol, shkruaj, dëgjo, fjalët dhe idetë mund të të ndihmojnë të rigjenerosh shpirtin. Demi, në mëngjes mund të ndihesh pak i tensionuar, Demi, por mos harro, këto ndjesi tregojnë diçka që duhet ta kuptosh më thellë. Mund të kesh përshtypjen se disa gjëra nuk janë nën kontrollin tënd, sidomos në marrëdhënie apo në punë. Mundohu të mos lejosh që stresi apo presioni të udhëheqin veprimet. Kohët e fundit ke qenë shumë i përkushtuar ndaj të tjerëve, dhe kjo është e bukur, por ndoshta ke lënë pas dore veten. Kujto se edhe ti ke nevoja, dëshira dhe kufi që duhen respektuar. Mos u kap shumë pas rregullave apo pritshmërive të larta në punë, ndoshta po e rëndon veten më shumë se ç'duhet, në vend që të ankohesh apo të përpiqesh të kontrollosh çdo detaj. Merr frymë thellë dhe gjej mënyra të thjeshta për t'u përmirësuar pak nga pak. Më vonë gjatë ditës, energjia bëhet më e lehtë dhe më pozitive fal ndikimit të Mërkurit dhe Jupiterit. Një bisedë me dikë që të kupton mund të të ndihmojë të çlirohesh nga mendimet e rënda. Do ndihesh më i hapur, më krijues dhe më i qetë. Sot është ditë e mirë për bashkëpunim, ide të reja dhe për të parë anën e mirë të çdo situate. Këshilla e ditës: mos e tepër me stresin. Merr kohë për veten, fol hapur dhe kërkoj ekuilibrin mes asaj që jep dhe asaj që merr. Binjakët, në orët e para të ditës mund të ndihesh pak i tensionuar, binjak, sidomos nëse has në mosmarrëveshje me të tjerët apo ndihesh se gjërat nuk po ecin sipas planit. Sot, Dielli dhe Plutoni krijojnë një përplasje që mund të sjellë nervozizëm ose ndjenja kontrolli. Ndoshta dikush po përpiqet të imponojë mënyrën e vet të bërit gjërat dhe kjo të bezdis. Në punë apo në përditshmëri mund të ndihesh sikur po të zë fryma nga përgjegjësitë ose nga kërkesat e të tjerëve. Kujdes të mos futesh në lojë pushteti me njerëzit përreth. Ndonjëherë është më mirë të tërhiqesh një hap dhe të kuptosh pse ndihesh kështu. Këto momente të tensionit tregojnë pjesë të brendshme që kërkojnë pak më shumë kujdes e qetësi. Mos lejo që mendimet e errëta apo pendesat të zënë vendin. Kujto se gjëja e vetme që mund ta kontrollosh me të vërtetë është qëndrimi yt. Në vend që të ankohesh për çfarë nuk funksionon, përpiqu ta përdorësh këtë energji për të gjetur zgjidhje të mençura. Fatmirësisht, më vonë gjatë ditës, Mërkuri dhe Jupiteri bashkohen në një ndikim shumë pozitiv. Do të ndihesh më i lehtësuar, mendja do të qartësohet dhe komunikimi me të tjerët bëhet më i lehtë. Është një moment i mirë për biseda të hapura, ide të reja, plane për punën, shëndetin ose financat. Këshilla e ditës: mos e lejo stresin të kontrollojë. Merr frymë thellë. Fol me dikë që të kupton dhe kërko zgjidhje, jo fajtor. Mendja jote sot mund të kthejë çdo problem në mundësi. Gaforja, në fillim të ditës mund të ndihesh pak në presion, gafore. Dielli dhe Plutoni janë në përplasje dhe kjo mund të sjellë tension, pasiguri ose ndjenja kontradiktore. Nga njëra anë, dëshiron të ndjekësh rrugën tënde dhe të bësh gjërat siç i mendon ti, nga ana tjetër, ke frikë të lësh gjërat të shkojnë vetë, pa i pasur nën kontroll. Kjo përplasje e brendshme mund të lodh emocionalisht. Kujdes me mendimet ekstreme, mund të bëjnë të shohësh marrëdhëniet ose çështjet financiare në mënyrë të shtrembëruar. Merr pak distancë, merr frymë thellë dhe mos merr vendime të nxituara.
Një hap prapa do të ndihmojë të shohësh gjërat më qartë. Por lajmi i mirë vjen më vonë gjatë ditës, kur Mërkuri krijon një lidhje pozitive me Jupiterin. Kjo energji e re të ndihmon të shohësh anën e ndritshme të situatave. Sot mund të ndihesh më i vlerësuar nga të tjerët dhe të kuptosh më mirë vlerën tënde personale. Ky është momenti ideal për të folur hapur me njerëzit, për të ndarë idetë tua, apo për të zgjidhur keqkuptime me qetësi. Jupiteri po të jep një vetbesim të ri, një ndjenjë që ti mund ta përballosh gjithçka. Përdore këtë energji për të shprehur anën tënde krijuese dhe për të ndërtuar marrëdhënie më të sinqerta e të forta. Këshilla e ditës: mos e lejo frikën të të udhëheqë. Merr kontrollin me qetësi, mos i ndal ndjenjat, por mos lejo as që ato të verbojnë. Sot, fjala jote ka forcë, përdore për të sjellë paqe dhe për të hapur dyert të reja. Luani, në fillim të ditës mund të ndihesh më i ngarkuar emocionalisht se zakonisht. Luan. Përplasja mes diellit dhe Plutonit mund të sjellë ndjenja të forta, shqetësime apo tensione në marrëdhënie. Mund të ndihesh sikur lidhjet e tua po të peshojnë, por këto emocione të forta mund të jenë edhe shtys për të mbrojtur më mirë veten dhe interesat e tua. Mos u ndiko nga presioni për të zgjidhur gjithçka menjëherë. Ndonjëherë mjafton ta ndjesh situatën pa vepruar me nxitim. Nëse ndjen tension në raport me dikë, mund të jetë sepse njëri prej jush po përpiqet të ketë shumë kontroll mbi situatën. Thelbi i problemit është frika nga ndryshimi, diçka që ti mund ta menaxhosh shumë më mirë nëse lëshon pak. Beso më shumë në procesin e jetës dhe mos lejo ankthin apo ndjenjat e fajit të mbajnë peng. Sot, universi të jep një energji të re për të lidhur me të tjerët në mënyrë më të ngrohtë dhe të sinqertë. Lidhja mes Mërkurit dhe Jupiterit sjell komunikim të hapur dhe mirëkuptim, sidomos me familjen ose me njerëzit që të janë afër zemrës. Bisedat e sinqerta mund të sjellin paqe, frymë pozitive dhe zgjidhje që më parë dukeshin të vështira. Në fund të ditës, do ta kuptosh se kur e shikon situatën nga një kënd më i gjerë, gjërat duken më të lehta. Fjalët e tua sot kanë ndikim, prandaj përdori me dashuri dhe maturi, njerëzit po të dëgjojnë. Këshilla e ditës: mos kërko kontroll, kërko kuptim. Lësho atë që nuk mund ta ndryshosh dhe përqendrohu te dashuria, e cila gjithmonë të sjell dritë dhe qetësi. Virgjëresha, sot, Virgjëresha, mund të ndihesh pak i tensionuar në mëngjes, për shkak të përplasjes midis diellit dhe Plutonit. Ndoshta je shumë i lidhur me rutinat dhe mënyrat e tua të zakonshme, dhe kjo mund të sjellë konflikte të vogla me të tjerët. Gjithashtu, mund të vendosësh presion të madh mbi veten për të përfunduar shumë gjëra, dhe kjo të lodh ose stresoj. Kjo tranzit i forcon shqetësimet dhe ndonjëherë edhe paranojat, prandaj është e rëndësishme të qëndrosh i moderuar dhe të mos e teproni me presionin. Mos u nxito të marrësh vendime bazuar vetëm në perceptimet e përkohshme. Ndonjëherë është më mirë të bësh një hap pas për të parë situatën nga një kënd më i qartë. Aspekti i Mërkurit me Jupiterin e bën ditën më pozitive, duke nxitur ide të reja, frymëzim dhe qasje konstruktive. Kjo është një ditë e mirë për të ndarë mendime me miq ose kolegë, për të diskutuar plane afatgjata dhe për të ndjerë mbështetje dhe bashkëpunim. Këshilla e ditës: mos u mbërthe tek detajet e vogla ose tek frika e dështimit. Përdor energjinë për të menduar pozitivisht, për të komunikuar hapur dhe për të gjetur zgjidhje të reja që të sjellin qetësi dhe progres. Peshorja, në orët e para të ditës, mund të ndjesh një tension të brendshëm. Peshore. Përplasja mes diellit dhe Plutonit sjell një energji të ngarkuar që mund të bëjë të ndihesh sikur duhet të zgjidhësh gjithçka menjëherë, por kjo nuk është e nevojshme. Mos u përpiq të rregullosh problemet e vjetra me një frymë, shko me hapa të vegjël, me qetësi dhe durim. Sot, mendimet përpara, dashuri apo siguri emocionale mund të përplasen me dëshirën tënde për liri dhe për emocion. Kjo përzierje mund të bëjë paksa të pavend, pasi kërkon njëkohësisht stabilitet dhe ndryshim. Mund të ndjesh një shpërthim emocionesh që nuk di si t'i shprehesh. Por mos haro, ato po dalin në sipërfaqe që ti kuptosh më mirë, jo për të shqetësuar. Mundohu të mos reagosh me mbrojtje apo kontroll të tepërt ndaj situatave.
Lësho pak kontrollin dhe do shohësh që gjërat fillojnë të qetësohen vetë. Pjesa e dytë e ditës vjen me energji shumë më pozitive, fal lidhjes mes Mërkurit dhe Jupiterit. Kjo sjell qartësi në komunikim, mundësi për marrëveshje të mira, apo ide të reja për rritje financiare dhe profesionale. Mund të kesh një bisedë frymëzuese që të hap horizonte të reja, apo të marrësh një lajm të mirë që të lehtëson shpirtin. Mendja jote sot është e hapur, vizioni më i gjerë. Dhe detajet fillojnë të bien në vend. Kur shikon për te vogëlsive, e kupton që jeta është shumë më e lehtë kur e lë harmonin të udhëheqë. Këshilla e ditës: mos kërko siguri të gjërat që ndryshojnë, gjeje tek vetja dhe në dashurinë që jep. Harmonia vjen kur ndalon së luftuari dhe fillon të dëgjosh. Akrepi, sot mund të ndihesh paksa i tensionuar. Akrep. Fjalët mund të dalin më shpejt se zakonisht, ndaj ki kujdes me mënyrën si komunikon. Një fjalë e nxituar mund të hapë debate të panevojshme. Megjithatë, kjo ditë të jep edhe një mundësi të artë për të forcuar veten dhe për të punuar drejt qëllimeve që do të përmirësojnë jetën në planin afatgjatë. Në mëngjes, përplasja mes diellit dhe Plutonit mund të shtojë shqetësimet apo të risjellë në mendje plagë të vjetra. Mund të ndjesh sikur disa çështje personale apo familjare që mendoje se i ke lënë pas, por i kthehen. Mos lejo që këto ndjenja të marrin kontrollin. Kujto se e kaluara nuk ka më fuqi për të lënduar, përveç se nëse ti ja lejon. Mos u përpiq të kontrollosh çdo situatë apo të mbash gjithçka nën survejim. Ndonjëherë, fuqia qëndron pikërisht tek dorëzimi, tek pranimi që disa gjëra thjesht duhet t'i lësh të shkojnë. Kjo do të ndihmojë të çlirohesh nga barrat që ke mbajtur për shumë kohë. Në pjesën e dytë të ditës, energjia ndryshon. Fal lidhjes harmonike midis Mërkurit dhe Jupiterit, mendja jote ndriçohet dhe fillon të shohë gjithçka më qartë. Mund të kesh biseda frymëzuese, ide që të japin motivim, apo plane të reja që të bëjnë të ndihesh i gjallë dhe optimist. Kjo është një ditë e mirë për të mësuar diçka të re. Për të shkruar, për të ndarë mendimet e tua me dikë që të kupton, apo për të bërë një udhëtim të shkurtër që të rifreskon mendjen. Këshilla e ditës: mos lejo që hija e së kaluarës të errësojë dritën e së tashmes. Fokusoj energjinë tënde në gjërat që mund të ndryshosh dhe lëre pjesën tjetër të zhduket me qetësi. Shigjetari, në fillim të ditës mund të ndihesh pak i tensionuar, dielli dhe Plutoni po përplasen, dhe kjo mund të bëjë të lexosh më shumë se ç'duhet në fjalët apo veprimet e të tjerëve. Mund të duket sikur dikush po fshet diçka ose nuk është i sinqert me ty, por kujdes, sepse këto janë më shumë pasiguri të brendshme se sa realitet. Nëse lejon frikën apo dyshimin të udhëheq, mund të largohesh nga njerëzit që në fakt të duan. Në vend që të mendosh më të keqen, përpiqu të jesh më i qetë dhe t'i shohësh gjërat me sy më të hapur. Kjo do të ndihmojë të kuptosh më mirë të tjerët dhe të mos marrësh çdo gjë personale. Kujto se afërsia emocionale nuk ndërtohet me dyshim apo mbrojtje, por me hapje dhe besim. Në pjesën e dytë të ditës, energjia ndryshon për mirë. Fal ndikimit pozitiv të trekëndëshit midis Mërkurit dhe Jupiterit, humori yt përmirësohet dhe fillon të shohësh anën e ndritshme të gjërave. Kjo ndikim të frymëzon të nxjerrësh mësime nga e kaluara, pa u mbajtur peng prej saj. Mund të vinë ide të mençura dhe zgjidhje të papritura për probleme që të kanë munduar prej kohësh. Komunikimi me njerëzit e afërt është më i lehtë dhe bisedat mund të hapin rrugë për pajtime apo bashkëpunime të reja. Gjithçka që lidhet me mësim, udhëtime apo frymëzim shpirtëror është shumë e favorshme sot. Këshilla e ditës: mos e lejo frikën të bëjë të shohësh armiq aty ku ka vetëm njerëz që duan të kuptohen. Hap zemrën, beso instinktin tënd dhe kujto se shpirti yt është bërë për të shpresuar, jo për t'u frikësuar. Bricjapi, në orët e para të ditës mund të ndihesh pak i rënduar emocionalisht. Bricjap. Dielli dhe Plutoni janë në përplasje, duke të bërë të fokusohesh më shumë në anët negative të jetës apo në problemet që të duken të pakapërcyeshme. Mund të kesh ndjesinë se gjërat po ndryshojnë shumë shpejt dhe se po humbet kontrollin, por mos haro, çdo ndryshim është një mundësi për të rritur, jo një kërcënim. Nëse dikush afër teje sillet me pasiguri ose mbrojtje, përpiqu të mos reagosh menjëherë.
Flisni hapur, sepse një bisedë e qetë mund të largojë shumë keqkuptime. Sot, pyet veten, po kërkoj të vërtetën apo po përpiqem të kem gjithmonë të drejtë? Kjo reflektim i vogël mund të të ndihmojë të shmangësh tensione të panevojshme. Në pjesën e dytë të ditës, energjia ndryshon për mirë. Fal ndikimit të bukur midis Mërkurit dhe Jupiterit, ndihesh më i lehtësuar dhe më optimist. Idetë rrjedhin më lirshëm dhe mendja jote fillon të shohë zgjidhja aty ku më parë shije pengesa. Mund të zhvillosh një bisedë frymëzuese me dikë që të kupton, ose të fillosh të planifikosh një projekt afatgjatë që të mbush me entuziazëm. Mund të marrësh edhe një lajm të mirë për një marrëdhënie, ose të kuptosh diçka që e bën lidhjen më të qartë dhe më të fortë. Të folurit me dikë që i beson është veçanërisht shëruese sot, ndoshta edhe mënyra më e mirë për të qetësuar mendjen. Këshilla e ditës, mos u mbërthye pas gabimeve të dieshme, përdori si shkallë për të ecur përpara. Fokusohu te përmirësimi, jo tek faji. Sot, një fjalë e sinqertë mund të hapë dyert që mbylleshin prej kohësh. Ujori, sot, ujor, mund të ndihesh i tensionuar në punë apo me një projekt që ka rëndësi. Dielli dhe Plutoni po përplasen në shenjën tënde, gjë që mund të bëjë që të shqetësohesh për detaje ose të kesh frikë se po humbet diçka. Mos lejo që frika ose pasiguria të shtyjnë të veprosh pa menduar. Shpesh gjërat nuk janë aq serioze sa duken. Ndonjëherë mund të duket sikur njerëzit rreth teje kanë plane të fshehta, ose se po të pengojnë, por mos haro. Nuk mund të kontrollosh të tjerët, por mund të zgjedhësh se ku do të vendosësh energjitë tua. Sot është një ditë e mirë për të marrë vendime të qeta, për të organizuar detyrat dhe për të fokusuar energjitë aty ku mund të prodhojnë rezultate reale. Fal një aspekti pozitiv midis Mërkurit dhe Jupiterit, mendja jote është më e qartë dhe më e aftë të gjenerojë zgjidhje praktike. Idetë për punë, biznes, shëndet dhe projekte personale janë të shkëlqyera dhe mund të përdorësh logjikën dhe kreativitetin për t'i zgjidhur problemet që të shqetësojnë. Sot, bisedat dhe këshillat e të tjerëve mund të jenë po aq të vlefshme sa mendimet e tua. Bashkëpunimi është çelësi, këshilla e ditës. Fokuso tek ajo që mund të kontrollosh dhe mos e lejo stresin e të tjerëve të rrëzojë. Një qëndrim pozitiv dhe praktik mund të të ndihmojë të bësh përparim të dukshëm sot. Peshqit, sot, peshq, mund të ndihesh pak i lodhur nga mendimet që kthehen te problemet e së kaluarës ose gjërat që nuk janë mbyllur ende. Dielli dhe Plutoni po përplasen dhe kjo mund të bëjë të reflektosh mbi situata ku ke qenë shumë i lidhur ose i frikësuar. Mos e lejo që mendimet e shumta të mbingarkojnë. Shpesh egzagjerojmë problemet më shumë se sa janë në të vërtetë. Në pjesën e parë të ditës mund të jetë e vështirë të largosh nga mendja një çështje të bezdishme. Por më vonë, energjia e ditës bëhet më pozitive dhe mbështetëse. Bisedat me të tjerët janë më frydhënëse dhe shpesh njerëzit të kërkojnë këshilla. Aspekti i Mërkurit me Jupiterin ndihmon që mendimet e tua të jenë të qarta, të frymëzuara dhe kreative. Është një ditë e shkëlqyer për të ndarë ide, për të planifikuar të ardhmen dhe për të marrë energji nga projekte që të pasurojnë mendërisht. Këshilla e ditës, mos u mbërthe tek problemet e vjetra. Përdor energjinë për të bërë plane dhe për të krijuar mundësi që të zgjerojnë horizontet dhe perspektivën tënde. Bëhu i hapur ndaj ideve të reja dhe njerëzve që të ndihmojnë të rritesh.